Së pari, zonja deputete Musliu Shoshi, ne nuk i përmendëm Facebooku në rrjetet sociale, vetëm komunikimin zyrtar. Komunikimi zyrtar është bërë zyrtarisht, jo publikisht, dhe me çfarë kemi mundur e kemi ditur, nuk kemi pasur as rezervë dhe as kemi kursyer. Tash, gjatë këtyre 5 viteve e gjysmë, gjithsej janë ndarë nga Republika e Kosovës mbi 37 milion euro për mbrojtjen e të akuzuarve padrejtësisht në Hagë. Pra, nuk jemi kursyer për t'i mbrojtur me avokatët që janë përzgjedhur prej vetë atyre. Një vështirësi që e ka pasur qeveria e Republikës Kosovës është që të akuzuarit padrejtësisht në Hagë, luftarët e UÇK-s, nuk i kanë pasur edhe avokatët mbrojtësit e njëjtë. Ato kanë qenë ekipe të ndryshme të ndara, që paraqet vështirësi për vetë qeverinë e Republikës së Kosovës. Në anën tjetër, kontributi më i madh që unë si kryeministër e kam dhënë për këtë çështje është kur si deputet i Kuvendit Republikës nuk e kam votuar ndryshimin kushtetues dhe as ligjin për dhomat e specializuara në Kosovë. Pra, as me datën 26 qershor dhe as me datën 3 gusht 2015. Ju e dini që sa i përket drejtave të njerëzit, që janë koncept që barazon të gjithë qytetarët dhe i përfshin ata në mënyrë universale, fatkeqësisht në këtë kuvend është votuar që ata të kenë një Mirë, regjia e lutem ta përmendon fjalën me që ata zoti Hoti përfundoi më herët, e hapën precedonin. Pra, pengesa tjetër që kemi është se merrni mend të drejtat e njerëzit, që janë koncept që i bë bashk universalitetin edhe barazin, kanë ombudsperson të veçantë për dhomat e veçanta. Por këto gjëra janë bërë të gjitha në vitin 2015 dhe unë do t'ju kisha sugjeruar që për këto të merrni përgjigje jo nga pyetjet parlamentare, po nga ato brenda partijake.